Komiteti i Organizimit të Maturës Shtetërore ka nisur zyrtarisht punën përgatitore për maturën shtetërore të vitit 2026, një proces me rëndësi të veçantë për mira nxënës që përmbyllin arsimin e mesëm në të gjithë vendin. Në një takim të zhvilluar me ministren e arsimit Mirela Kumbaro dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse, u përcaktuan pikat kryesore të planit të punës me qëllim garantimin e një procesi të drejtë, të qetë dhe transparent për çdo maturant. Në fjalën e saj, ministra theksoi se gjatë këtij do të forcohen masat ndaj çdo shkeljeje, si nga ana e maturantëve që nuk respektojnë rregullat, ashtu edhe nga administratorët dhe përgjegjësit e provimeve, në mënyrë që të sigurohet integriteti dhe besueshmëria e procesit. Gjithashtu Kumbaro theksoi edhe rëndësinë e një fushate informuese dhe sensibilizuese në çdo shkollë të vendit për të sqaruar rregullat, afatet dhe procedurat e maturës shtetërore 2026, me përgjegjësinë që Komiteti i Organizimit të Maturës Shtetërore ka për të bërë këtë proces të dhe dinjitoz për secilin maturant shqiptar. Do të zhvillohet edhe një fushat komunikimi dhe sensibilizimi, shkollë më shkollë, për të informuar nxënësit, mësuesit dhe prindërit mbi të gjitha rregullat dhe afatet e maturës shtetërore 2026, ka theksuar ministri i Arsimit Kumbaro. Procesi i maturës shtetërore 2026 do të vijojë në javët në vijim me takime teknike, përditësim të udhëzimeve dhe harmonizim të procedurave në të gjithë qarqet e vendit.